Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha ahabba Allahu abde, kur Allahu e don robin e tij, çfarë duhet me bë për me dashur Allahu? Ku ndalet? Çka ndodh? Çka ndodh? Ta jap Allahu një pozitë? Jo. Ta jap Allahu do parë? Jo. Ta ban Allahu një rrugë për mëshme? Jo. Çon pozitë këto janë të parëndësishme në raport me ato që Allahu e ofron. Pra, mas pare i bie që Allahu është i kënaqur me besimin tan, me moralin tan, me sjelljen tande, me çdo gjë që e bën. E pastaj Allahu subhanahu wa taala e thirr Xhibrilin. Nada Xhibril, melekun me gradën më të madhe në qiell. Allahu subhanahu wa taala e thirr dhe i thot Xhibrilit, ja Xhibril, o Xhibril, unë e du filanin, duj edhe ti. Në gjove, Allahu të përmend me emën mbi 7 qiej, a nuk duhet adhurohet Allahu. Po çfarë mund të fitoj besimtarin këtë dynja, në qoftë se nuk e fiton dhe në qoftë se në raport me këtë gradë të lartë, aja ka la veten të privum. Çfarë përjetimesh mund të përjetoj? Çfarë grada mund të merr? Çfarë kënaqësie mund të përjetoj në raport me këtë kënaqësi e cila ndodh, tani mund të ndodh, momente që ne po flasim, momente që ti po ndëgjon, mund të ndodh me ty, me mua, me secilin prej neve. Allahu më e thirr Xhibrilin dhe më thon, o Xhibril, unë e du filanin, duj edhe ti. E pastaj Xhibrili thirr në banorët e qiejve, në ata banorë të qiejve të cilët nuk i din askush tjetër pas Allahut. E ku pejgamberi sa në Isra dhe Miraj ka përmend, ka thonë nuk kam pa pllom përveç se kam pa një melek në sejdë ose në ruku duke adhuruar Allahun. Allahu i thirr krejt, pejgamberi sa na ka treguar se Xhibrili pastaj i thirr krejt këto banorë të qiejve, i thot Allahu subhanahu wa taala e don filanin, duhet edhe ju. E pastaj kjo dashni zbret edhe në tokë tek njerëzit të cilat i kanë zemrat e pastra, andaj ne i dojmë njerëzit e mirë, besimtar, edhe pse s'jemi takuar kurrë me ta. I dojmë ata edhe pse ndoshta mes neve dhe tyre ka vite të cilat na ndajnë. Nuk na lidh asgjë tjetër pos besimi dhe dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, çfarë duhet? Çfarë nëse na kërkohet, çfarë duhet të refuzohet nëse kërkohet për të arritur këtë grad? Andaj besimtari e adhuron Allahun subhanahu wa taala, andaj i duket e lehtë edhe të ngritet në të ftohtë për të ecë në xhami, i duket e lehtë edhe në ditët e nxehta për të agjeru, i duket e lehtë edhe në pasurinë kur e jep, i duket e lehtë gjithçka, sepse ajo të cilën e ka fituar dhe ajo të cilën e ka marrë në raport me ato të cilën e ka dhënë është e papërfillshme. Lut Allahun subhanahu wa taala, Allahut na mundsoj që ta aktivizojmë çdo moment këtë kuptim në çdo adhurim që ne ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala.